të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plot të rrethanave të rastit. Ndërkaq, rrjedhën e emisionit e vazhdojmë me bisedën e parë të planifikuar për këtë edicion të mesditës. Një protestë mbarkombëtare do të mbahet sot në kryeqendrën shqiptare në Tiranë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hagë, për diskutuar se është gjithçka gati, se cila do të jetë përkraja, a do të jetë masive si protestat e kaluara. Në një linjë të drejtë për drejtë kemi nën kryetarin e OVL UÇK-s, zotrin Gazmend Sylla. Zotri Sylla, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Thash se një protestë mbarkombëtare do të mbahet sot në Tiranë, a është gjithçka gati për të nisë këtë përkraje masive, nëse mund ta quajmë për ish-krerët e UÇK-s? Po, duke ju falenderuar institucionin shqiptar, gjithçka është gati për fillimin e protestës që do të ndodhë sot në ora 17 pranë sheshit Skënderbej. Edhe kemi marrë konfirmime edhe që autobuset tonë që kemi organizuar ne si organizatë veteranëve të luftës veç që nisë në ora 10 nga Kosova, janë duke ardhur rrugës, lehtësira tashmë veç i dini ato kufitare, po ashtu edhe dhe kjo pagesa rrugore që duhet paguhet edhe ato lehtësira ne ka kriju shteti shqiptar. Prandaj mendojmë se gjithçka është gati për të filluar protesta që do mbahet sot në ora 17 sheshin Skënderbej. A pritet që pjesëmarrja të jetë masive si ajo në Prishtinë dhe në Hagë, së paku nga informacionet që keni deri më tani? Në dy protesta tjera që kemi mbajtur edhe në Prishtinë edhe në Hagë, ja kemi huq numrit ne vetë si organizator, kemi menduar që do të jenë më pak, në fakt na kanë dalë 2 fishje, 3 fishje ato numra që kemi menduar. Prandaj tash pas informacionit që kemi marrë edhe nga Kosova, po edhe nga Maqedonia e Veriut, nga Lugina e Preshevës, nga shqiptarët në Maltëzi dhe mërgata jonë, do të thotë ky numër do të jetë më nuk ka me pas mundësi kush mi numëru. Se sa pjesëmarrës do të jenë këtu, ne ftojmë gjykatën speciale le të numëron ta numra, le të numëron sa njerëz dalin kundër kësaj gjykate, edhe le të reflekton, edhe le të kupton qartë se gjykata speciale nuk e ka kredibilitetin e saj, kredibilitet cilin ja dha populli jon përmes votës të deputetëve të Republikës të vendit tonë. Edhe tash tutje ajo nuk ka kredibilitet me gjyku apo me dënu eventualisht bashkëpunëtorët tonë që gjenden në gjykatë. Zoti Sylla, besoj që edhe personalitete të ndryshme nga Shqipëria kanë konfirmuar, kanë përshtypjen praninë në këtë protestë, e cila do të jetë pra në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, apo jo? Shumë personalitete, deputet, këtë do ta kemi. Plot të tjerë, sepse kemi komunikim me ta që edhe 3 ditë jemi këtu. Edhe të gjithë na kanë konfirmuar dhe kanë thonë që jemi në dispozicion çfarë do të personi ju ndihmu rreth organizimit. Prandaj do të jenë gjithë pothuajse gjithë Shqipëria do të jetë Tiranë sot. Do të ketë fjalime edhe në këtë proces, po besoj se do të ishte edhe e rrugës, në mënyrë që të përçohen, sepse në fund ditës me këto protesta, siç e keni thënë edhe më herët, po tentohet të përçohet mesazh edhe drejt faktorit ndërkombëtar. Saktë. Po do të jenë dy fjalime, do të jetë ish-presidenti Mojseu, pastaj do të jetë lideri shqiptar i Maqedonisë së Veriut, zoti Ali Ahmeti, organizatori është Gusati. Do të jenë fjalime, do të jenë dy muzikore marshi i UÇK-s, Muhammet Arif Gjati, pastaj edhe shkurtëfesë do të këngën e saj komandantin legjendar e Kishari, po kjo do të jetë agjenda e protestës. Në anën tjetër dhe një iniciativë tjetër nga motoristat kosovar, shqiptar është ndërmarrë, ata janë tani rrugës për në Hagë, si keni parë këtë ndihmon, po ashtu kjo dhe protestës në Tiranë që po mbahet? Çdo iniciativë që bëhet me dërgu sinjal të bashkia ndërkombëtare për këto padrejti që ndodhin gjykatën speciale janë të mirë të ardhura, edhe ju urojmë rrugë mbar, ju urojmë aktivitet mbar kryefell pasi ata e kanë menduar. E prandaj ne nuk kemi mundësi bashkangjitem për fakt se ne jemi në aktivitetet tona këtu në Tiranë, po i përgëzojmë për aktivitetin e tyre. Zotri Sylla, shpresoj shumë që gjithçka nga ky organizim sot, nga kjo protestë të shkojë mirë dhe sigurisht të bashkohen sa më shumë shqiptar atje për të përquar thirrjen kundrejt padrejtive që po bëhen ish-krerëve të UÇK-s në Hagë. Dua të falenderoj shumë për gjitha këto detaje që ndave me neve sot. Faleminderit juve, pa juve nuk ke shmujt në bokë protestë. Prandaj falenderim veçantë keni prej organizatorëve të kësaj proteste. Faleminderit shumë.
Ndërkaq do të vazhdojmë të flasim akoma për protestën, mirë po tani me një analizë mbi atë se si mund të ndikoj, e po ashtu gjatë ditës së djeshme pati dhe një përplasje mes kryeministrave shqiptar Edi Rama dhe kryeministrit Albin Kurti pikërisht për këtë protestë. Në anën tjetër dhe një rezolut gjatë ditës së djeshme u hodh në votim në Kuvendin e Shqipërisë, rezolut kjo iniciuar nga Partia Demokratike Sali Berishës për gjenocidin në Kosovë, mirë po e cila nuk kaloi. Të gjitha këto do t'i diskutojmë tani lidhje direkte kemi ish ambasadorin e Shqipërisë në OKB Agim Nesho. Zotri Nesho, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E vetëm pas pak në një lidhje tjetër direkte do ta kemi edhe ish generalin Nasim Haradinaj, i cili është rrugës për në Hag, atje ku edhe do të bëjnë një marsh motoristat e organizuar nga Kosova si shenjë për të kundërshtuar padrejtësitë që po bëhen në Hag. Po e nisim me ju, zotri Nesho, sot po pritet një protestë gjithpopullore, si që është mbajtur edhe në Prishtinë dhe po ashtu në Hag, sot mbahet në Tiranë. Çfarë prisni? Besoni që do ta ketë efektin po të njëjtë si ajo në Prishtinë dhe Hag, dhe a ka gjasa që edhe të ketë ndikim në procesin e Hagës që po zhvillohet atje? Nuk besoj duhet të ketë një ndikim të mëdha në fillim të shekullit kaluar i kanë bërë Shqipërisë. Prandaj epopeja e lavdishme e UÇK-së e përfaqësuesve të saj do të mbetet dhe do të jetë gjithmonë në ndërgjegjen e kombit tonë. Prandaj manifestime të tilla është më tepër për të rritur ndërgjegjshmërinë e gjithë popullit, që kur vjen puna për mbrojtjen e vlerave të kombit, të ardhmes së tij, ne duhet jemi gjithmonë e më të bashkuar. Kjo është ajo gjëja pozitive që kjo protestë do të jetë në vazhdimsi të gjithë protestave të tjera. Por a do të ketë një efekt në Hag, atje kur po gjykohen udhëheqësit e UÇK-s? Unë mendoj që nuk do të ketë tillë, për arsye se sensibilizimi diplomatik vjen nëpërmjet veprimeve të shtetit, sidomos të Shqipërisë, e cila deri tani ndoshta përveç patriotizmit deklarativ që bën her pas here Rama, kur ka nevojë për të treguar forcën, nuk ka funksionuar ashtu si duhet. Prandaj, në qoftë se do të ishte presioni ndaj gjykatës që po të mirret më tepër, jo me raste konkrete të ashtu quajtura krime kundër udhëheqësve të UÇK-s, por për të dënuar leadershipin e saj si një organizatë kriminale që ka kryer krime, gjë që është jo vetëm e pajustifikueshme, por është dhe e dënueshme, ka kaluar jashtë kompetencave të saj dhe duke mos gjetur asnjë fakt tjetër, sigurisht përpiqet që të mbajë funksionin e saj. Po, zotri Nesho, për detajet të tjera padyshim se gjatë kësaj interviste do mundohemi që të analizojmë. Tashmë na është bashkuar në këtë linjë të drejtë për drejtë edhe ish generali Nasim Haradinaj, cilin e paralajmëruam edhe më herët, po e shohim se është rrugës. Haradinaj, nëse po më dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje. Përkraja ndaj ish krerëve të UÇK-s po vazhdon të jetë e madhe, tjetë në vazhdën e kontinuitetit ndoshta të protestave të tjera në Shqipëri, sot një protest, ndërkaq në anën tjetër marshim me motor në Hag e nga Haga në Bruksel, si po e shihni gjithë këtë? Ja, bujdole. Po kjo, përkraja për njerëzit në Hag dhe njerëzit që kem atje ka qenë gjithmonë, por si që pa me zëri ynë nuk u mund në fillim dhe shpresoj që të ketë drejtësi. Por duke pa padrejtësitë që po bëhen dhe neglizhencën dhe kozgjatin e saj, ne mendojmë dhe neglizhencën e qeverisë dhe aparatit shtetëror i cili duhet me bëj dhe ka obligim kushtetues, ne në anëti të bëjmë disa protesta, por ne sot jemi në udhëheqjen e platformës Liria ka emër, që është zoti Tasholla dhe gjashtë kolegët e tij atje që janë, dhe ne përkrojnë nga ne gjithë që jemi, sot kemë rrinë suri me motoristët, një protest e veçantë, një protest pak të them më ndryshe, por që pesho edhe në vetë neve ka ngjallë ndjenja krejt tjera, duke llogaritë këtu edhe qytetarët e tjerë të shteteve të tjera
që po i bën shumë korreshtor dhe shumë kurios të shojnë, Si po shkon por gjithçka, edhe një zotri Haradinaj? internacionalizim të përgjithshëm të kësaj padrejtie që po i ndodh shqiptarëve në Hog. Si po shkon gjithçka? Dje kemi pas konkretisht, jemi në një vend ku qytetarët dëshirojnë që neve na ndihmojnë, na suportojnë me ushqim, me stana dhe na përkrojnë edhe moralisht, po normal që edhe materialisht përderisa paguajnë shpenzimet e ushqimeve të tjera. Po, pikrisht këtu edhe deshta të ndalim, sepse dje në një intervistë që patëm me njërin prej organizatorëve, zotrin Tasholli, boj mend se tha se synimi i tyre është që rrugës t'i bashkohen edhe shqiptarët e tjerë, që kanë shprehur interes edhe më parë. Po ndodh kjo. Po jashtë vitin zoti Tasholli këtu me një grup prej batorëve, fotorezve. Dhe po, është ashtu jo vetëm shqiptarë, por jo vetëm ata, edhe në nacionalitetet e tjera janë ata të cilët i ka bukë për rështarë këta dhe do të në bashkohen. Dhe kemi lajme që dhe i sonte që i presim në të ri për të bime në gjithanshëm, do bojmë një numër të cilën patësisht edhe po deshën nuk mu i epim numër në sakë, sepse nuk e di ma sakë se sa do të vinë. Por janë duke në befasuar në rrugës tipër. Po. Ajo që në befason ma fort, është sikur dhe zotë jo me ne, se në këtë stinë që është, koha po bërë me dili. Është të i marë për hatër tonë, a për i notit shpive, nuk e di, por koha është shumë e mirë, si të shetë. Dërka që, zotri Haradinaj, në një linë tjetër e kemi edhe ish ambasadorin e Shqipërisë në OKB, Agim Nesho, me cilin pastaj do të flasim sigurisht edhe për përplasjen që patën dy kryeministrat shqiptar. Zotri Nesho, duat kaloj të kju tani, pikrisht kjo protesta që pëmbaj. Po, besoj që po ju ndëgjon, zotri Nesho, Haradinaj ju përshëndet nga rruga atje ku janë nisur me motora. Zotri Nesho, si e keni parë, sepse protesta që do të bëhet pikrisht sot në Tiranë u shëndrua, po e quajnë një fush betej mes dy kryeministrave shqiptar, pati përplasje të ashpra dje mes tyre. Në fakt duhet të them që unë pandaj e diferencova të drejtën e protestës të gjithë ne, si popull shqiptar në mbrojtje të çështjes UÇK-s, të liderave të tyre për padrejtësinë që po e bëhen, ndërsa politizimi i protestës sigurisht ka të drejtë në një kuptim kryeministri Kurti për arsyeën e thjeshtë se në radhë të parë Tirana zyrtare për një kohë të gjatë ka qeduar në marrëdhëniet që ka krijuar me një regjim nacionalist me Vučićin, kur gjatë gjithë periudhës që mblidheshin aktakuzat ndaj udhëheqjes UÇK-s, ne kemi patur një dashuri pa kushte të Ramës me Vučićin derisa kanë arritur të bashkëpunojnë në planet e tyre të ndryshimit kufive, të Ballkanit të hapur, projekte serbo-ruse, të cilat nuk kanë qenë në favor të Kosovës. Nga ana tjetër, kemi parë që Rama gjithmonë ka dashur që Kurti të mos jetë në pozicionin udhëheqës të Kosovës, për arsye sepse ka dashur monopolin e gjithë drejtimit të shqiptarëve për të bërë i rëndësishëm dhe për të vazhduar atë bashkëpunim që përkrahej edhe nga forcat tjera, grupe interesi në perëndim për të dhënë një stabilitet në kurisë të Kosovës, po për t'i dhënë diçka Serbisë, siç kishte pretenduar Vučići që unë dua nga Kosova të dalë në një situatë win-win. Prandaj, nuk ishte një përplasje e padrejtë midis dy kryeministrave. Zoti Kurti i tha me të drejtë Ramës që ti duhet bësh diçka të tjera më përpara, ty të ka ikur momenti kur ti çështjen e Kosovës duhet ta mbroje në Këshillin e Sigurimit, dhe duhet themi që delegacioni shqiptar nuk mori iniciativën asnjë mbledhje për të bërë për çështjen e Kosovës, kur dihet se sa sensitive është kjo çështje dhe kur serbët sot po kërkojnë që të marrin të drejtën për të futur në Këshillin e Sigurimit dhe një nga shkaqet, siç e kanë deklaruar edhe liderat e Serbisë nacionaliste, është për të shtruar në tryezën e Këshillit Sigurimit çështjen e Kosovës. Shansi humbur. E dyta, çështja e genocidit. Çështja e genocidit është një çështje kryesore. Nuk është çështja vetëm për të dënuar serbët, por
për t'i dhënë një kartë të vlefshme Kosovës për të negociuar me Perëndimin, sepse kur vjen çështja e genocidit, në qoftë se serbët pas akuzave që ju janë dhënë nga komuniteti ndërkombëtar për genocidin e kryer në Bosnjë, do të dilte edhe genocidi i kryer ndaj shqiptarëve, ata do të quheshe një regjim genocidial i cili do të dënojë në radhë të parë, së dyti do të detyroheshin të kërkonin falje për padrejtësitë dhe krimet e egra që kanë kryer kundër shqiptarëve, së treti do t'iknin dorë nga të gjitha ato kërkesat e tyre që kanë për asociacionin dhe tjera, dhe do t'ishin në një pozitë mbrojtëse për arsye sepse është shumë e rëndë që një kombë të mbajnë mbi shpinë atë ushtrimin e genocidit ndaj grupeve të tjera etnike dhe popullsisë në rajonin tonë. Prandaj, kjo mos përkraje nga zoti Rama e ngarkon atë me përgjegjësinë dhe fshehjen në një bashkëpunimi me Vučićin për planet e tyre për të qenë të dy zotërusët e Ballkanit në dëm të Kosovës. Prandaj, te kjo do rikthehemi edhe një herë tjetër, meqense do t'ju kem pak më gjatë. Zoti Haradinaj është rrugës. Jo, të lutem, shiko se unë kam punë tjetër, më keni ftuar për të dhënë më pyesje tani. Por bashkë me ju është i ftuar edhe zoti Haradinaj, i cili është rrugës i ndalur në motor. Marrim vetëm edhe një mendim nga ai dhe pastaj do të vazhdojmë. Po, një mendim të fundit nga Haradinaj dhe më pas sa keni për tënë mund të thënë e mund të lirojmë, pa problem. Jo, unë kohë prej të ambasadorit dhe do të flasë pas ti. E qartë, vazhdojnë, zotri ambasador. Faleminderit shumë, Haradinaj, shumë faleminderit. Po, zotri Nesho, ishte duke thënë. Po, prandaj thash që nuk duhet nisemi nga populizmi deklarativ, por duhet shikojmë populli jon vërtet të shpreh atë solidaritetin e drejtë të tij ndaj liderëve të UÇK-së, por këtë ta shikoj në thellësi dhe mos bëhet pre një entuziazmi falso. Unë e kam thënë edhe në emisionet tjera dhe në Euronews një muaj përpara, që ka një tendencë nga forcat pro-serbe për të rikthyer në skenar të vjetër, të cilët mund të pranojnë formulat serbe për ndarje kufive ose skemat të tjera që mund të shkojnë në përshtat serbe. Dhe kjo fatkeqësisht është përkrahur edhe nga grupe të perëndimor, grupe interesi, nga liderë në Europë, të cilët kanë interesa pragmatiste dhe tjera dhe kërkojnë personalitete të kthyera si triumfus për të shkallmuar atë pengesë që qeveria Kurti po krijon sot në Kosovë, duke i qëndruar me të drejtë shumë fortë Vučićit në kërkesat e tij nacionaliste për të përfituar nga veriu i Kosovës dhe për të realizuar ato aspiratat nacionaliste të tyre për të hapësirat serbe. Prandaj unë në këtë drejtim them që në këtë bashkëbisedim të dieshëm ishte tepër e rëndësishme që genocidi të kalojë në Parlamentin shqiptar, që fatkeqësisht nga votat e partisë së Edi Ramës u ndalua. Dihet që sot shtypi serb, agjencitë kryesore të tij, Beta dhe gjithë shtypi thoshte që pavarësisht se po bëhet një manifestim për UÇK-n, por Partia Socialiste e Edi Ramës iniciativën e Sali Berishës e bllokoi dhe nuk kaloi genocidi në Parlamentin shqiptar, që do të ishte gjëja më e rëndësishme dhe ndihma më e madhe që duhet i bëj Kosovës politike për të negociuar në të ardhmen dhe për një sinjal për komunitetin ndërkombëtar që shqiptarët nuk janë indiferent ndaj interesave të kombit tyre. Prandaj kjo është ajo që unë doja të thosha në gjithë këtë diskutim që është bërë dje dhe kush ka drejt. E qartë, zotri Nesho. Në anën tjetër, Haradinaj, si e pat përplasjen mes
kryeministrash e më pas në anën tjetër sot do të mbahet një protestë në Tiranë, por Kuvendi i Shqipërisë edhe rrëzoi kërkesën për rezolut për gjenocidin në Kosovë. Unë mendoj se ky fjalim i tillë i ambasadorit do të ishte me unifikuar dhe jo ka të përqarë, sepse detyra ati është të unifikojë dhe të përfaqësoj vetë shtetin që e ka quajtur atje, por edhe ne shqiptarët të jonë. Sot është dita e unitetit, sot nuk është dita e proklamimit të programit partijake, që qartë as një po të deputetit. E treta, ka gjumë zhënjan që ku të bajton Serbia për një të salë të një bërish. Llogarit se çfarë gjendje. Dhe e katërta, genocidi nuk o blokua në Parlamentin Shqiptar, po o blokua qëllimi i keq në emër të gjajat të genocidit, e mas pak i ka drejt në thirrë në emër të genocidit dhe më referuar Parlamentit Sali Berisha, i cili grupit të UÇK-s i ka blokue, i ka arrestuar, i ka maltretue, e disa dhe i ka vrasë kryetarët të Antalamit. Prandaj, këto janë gjepura të njerëzve partijak që kanë qenë qotë në vendet diplomatike. Ne sot kemi kryt dhe kret e njerëz që rrinë në Hagë të burgosur padrejtësisht, duke shfrytzuar qoftë edhe për qamjet tona ashtu që i kemi, por që në fundit i kanë sjell shqiptarisht 11.000 kilometra territor dhe shtet të çliruar. Prandaj, Zoti Kurti, para se të shkoj të shkoj oborë një tjetrit, edhe pse ne du të kem një oborë, du ta pastroj oborën e vetë që ka këtu brenda dhe të tregoj përkushtimin për njerëz të vetë, sepse ajo vetë që nuk është i përkushtuar për shkrimtarët të cilët ja mundsuan edhe ati të hyjë në politikë dhe postet që është, ai po merr masa, ai po bën segregacion, ai po ndërpret financat, dhe ai asnjëherë s'ka mbar mundit qoftë edhe 1 minutë, si që do taj vetë, që merë po për mi mbush 4 faqe letër, të ashe vetëm një për shokëve të vetë, Recep Selimit. Po. Nëse donë. Shto që unë mendoj, sot, Shqiptaria proteston bashku për kundër ideve të atyre dhe qirëro edhe në propagandën serbe, dhe ne me të saj mundon të në thirrin patriotizëm, uroj që kjo ambasador, po dhe të tjerët dhe nënësit e ti, të flasin ma shumë në Evropë për padrejtësit, sparit e drejtat të njerëzit që na shkelin ne në Hagën që isha personalisht, sepse në preambulin e Konstitutës, edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha, edhe kush ka qenë, e kanë detyrim si mbrojnë shqiptarët anë banë ku janë. Po pse mendon zotëria Haradinaj që u politizua pikërisht në ditën, një ditë para protestës edhe u politizua çështja? Pari që paskaron në pritën e kësaj lajcitje, po ndihmë shumë ambasadori, nuk ka nevojë të promovohet Sali Berisha, se Sali Berisha në promovon UÇK-a, më ka nevoja. Njeriu që te sot ka bëu për shqiptarët është tu. Prandaj as hartat thikat e ngulme atje në hart, si propagandoi ta, as rrimët e trojanit, atë Balkanin e hapur nuk mu e njanin as individet, janë projektit të cilat të shkojt karshia saj, po gjithmonë të zgjellë më të mirën. Zotëria Haradinaj. Që na përfaqësojnë gjithve. Po, Jo partit. Po, ambasadori po sqaronte dhe po fliste mbi atë se si nuk u kalua rezoluta për gjenocid në Kosovë pikërisht nga Nuk u kalu rezoluta sepse ishte tendencioze dhe ishte përqarse në emnin e genocidit. Prandaj, ajo ishte kërkesa më e madhe se atë, që ata nuk e përkrahen. Dhe nuk është ashtu. Ajo ishte për plena politik. Pra po thoni se ishte për konsum të brendshëm nga ana e Sali Berishës kjo? Ishte për konsum të jashtëm se vetë fakti ku të gjithë presidentët e Shqipërisë dhe të Kosovës kanë qenë në vizit në Hagë, i vetë në Sali Berisha s'ka pranu më ardhë me bo vizit bashku me president. Dhe me kaq merë fund saga Sali Berishë, bashku me arrestimet, maltretimet, pa dhe vrasjet e njerëzve zëridashës të shqiptarisë të Kosovës. Po, megjithatë zotëria Haradinaj, si duket Shqipëria në aspektin ndërkombëtar, pastaj sepse përmendi edhe zotëri Nesho që media ata në mban edhe ato serbe do të shkruajnë për këtë gjë. Po normal që do të shkruajnë dhe prandaj Nesho do të me këshyrë kur Serbia vajton mos kalimin e gjenocidit nga Sali Berisha dhe merr mbrojtjen Sali Berishën,
Një të kur kishte marrë në mbrojtje Serbia një kohë e sa të pas kuptonit që s'po i kalon në Shqipëri. Prandaj mirë ja dha çmimin, por është e kundërta. Do që unë mendoj që ne duhet të lojmë tonë, ne duhet të ecim rrugë. Shqipëria ndërkombëtarisht sot për sot është më së miri përfaqësuar, ka marrëdhënie më të mira me forcat pozitive dhe drejtëdorëse, por edhe që e doin demokracinë, ata që po prishin demokracinë dhe po tentojnë të na prishin edhe pse s'do të mundën kurrë, janë pushteti tanishëm në Kosovë dhe opozita shqiptare në Shqipëri. Pra, po thoni se ky mos unifikim mes të dyja qeverive shqiptare, pikërisht në këto kohë kur do duhet të ishin të unifikuar dhe të bashkoheshin për të punuar për procesin që po bëhet në Hag, fajtor i lini qeverinë kosovare? Fajtori është qeveria kosovare, sepse kjo mas pari vetë s'ka bo kur gjë për to, ta kanë spojnë e lideri të shendit i madhi i kombit, dhe e dyta, po të mos kishë dasht, mu përzi Albin Kurti nuk i shku me kryu partinë në shtetet tjera, që Edi Rama se ka bo asë njerë, unifikimin, o të punu për unifikim, por do të prandojme dhe tjetër, ne kemi njerë të qarqeve, qoftë të ditura, qoftë nga idiotizmi i tyre, idiotizmi i tyre që qojnë favor në përshojnë të humbit dhe ujnë në mbullimin Serbisë, por këta fatmirësisht nuk janë ashtë të fort sa deklarojnë. Po, zotëria Radinaj. Nga thena në të bërë, është fjale urtë në lumiter. Albin Kurti përpos se ka deklaru që është kunaj Hage, asë njerë se ka vetu kunaj, asë njerë se ka protestu, asë njerë se ka investu në mbrojtjen e këtyre njerëzve, sepse Hashim Thaçi e qunë personale konfliktin e këtyre njerëzve që në brend me qeverinë tu. Duke mos llogaritur se atje po hunqet dhe po dënohet dhe po akuzohet Liria e Kosovës, Kosova, po dhe vetë aleatët NATO që na ndihmojnë. Po, zotëria Radinaj, pse mendon se pikërisht, nëse mund të më dëgjosh, pse mendon se pikërisht një ditë para protestës edhe u politizua çështja mes duke u përdorur nga dy kryeministrat? Fillimisht u politizua për konsum se i pret Albin Kurti i pret zgjedhjet dhe ata të cilët i ka hipnotizuar me këto qoftë andaj, në tonë në kufinë të ndaj menon që do të ketë vota. Po këtu problemi, sepse ka erë njerëzit për një grush vota, harrojnë që e kanë vatonit ma të paj, atë dhe më e malë, se votat, se vetë jeta janë, dhe këta kanë dëshmorët cilët e kanë la me jetë, invalidet që cilët e kanë la me gjak, dhe njerëz që janë sot gjallë për lutarët të tyre me vite e vite, po të harrojnë që janë 1 miliard vite burgim, nga 150.000 njerëz që janë dënuar në Kosovë, nga ky pushtet. Po, zotëria Radinaj, ne të falenderojmë shumë për kohën dhe gatishmërinë që gjete për me qenë pjesë e programit Mesditës, ndonë se jeni në marshin në Hagës. Ftoj të gjithë motoristët që kanë vullnet, ne edhe sonte i Duke i ftuar të gjithë që ti bashkohen sigurisht të protestës, ndoshta dhe kjo ishte se çfarë deshit të thoshte zotëria Radinaj, por e falenderojmë shumë që në këta